për çfarë je interesuar të bësh shikimin? Personalisht për veten time. Pa, Dua të di. do të dish situatën se si je Po. brenda vetes Po. dhe vazhdimësia te pjesa e romancës të dashuria dhe në gjithçka. Po. Patjetër. Po, okay. Tash brenda vetes je bërë si person me pasat të thyer. Po. E ke shpirtin shumë të vrarë. Vetëm ego ka ngelur, po vetë brenda vetes je si e thyer. Po. Imagjinon gjëra që ti nuk e arrin dot. Plus imagjinatës ndërthur edhe frika që ke brenda vetes. Po, në pjesë të ditës, në pjesë të kohës dhe të momenteve, ka diçka tek ti që ti merr forcë dhe mendon për një dashuri të thyer. Dhe mendon portën e artë që unë po deportoj për te portës të futem. Po. Dhe i ke gjërat në ajër në këtë pjesë kohe. Gjithsesi, pavarësisht se këto ditë dhe këto javë që vjen ti po mundohesh ta rregullosh mirëmbajtjen e egos tënde, paraqitje, pavarësisht sepse të shkon shumë mendime në kokë. Po. Ke shumë mendime dhe brenda vetes thonë një herë që unë sado që jam e bukur, sado që unë po rregulloj imazhin tim, po prap nuk e kënaqur. Nuk e kënaqur për një arsye, ke vrasësi në shpirt dhe mendime që ti ke të përtejshme, ose personi që ti e kërkon, ose vetë në ato momente dhe në ato lloj kohe që je, e shikoj që nuk e ke të pamundura. Mirë që i ke të pamundura, po ti nuk imagjinon më tepër, më larg, që si do jetë, po gjithmonë e ve atë impresionimin e shpirtit, si do jem unë, dhe kjo gjë të bën që të vuash. Po. Letra e dytë. Tash ti mendon, domethënë gjithmonë e ke mendin ke dashuria. Po e mendon personin që don, e mendon personin që don, po e mendon po personin këtë kohë ti e mendon anasjelltas, në mënyrë domethënë të ndryshme, që ai nuk po vjen drejt meje, ose ka qëllimet e veta dhe po më sugjeron dhe po më shikon, dhe si nuk po bën hapin drejt meje, e ndjen dhe ai të mendon ore çast, ka një pozicion si mbreti, mund të ketë biznesin e tij dhe në këto kohë ai ka 3 qëllime. E shikoj që qëllimi një qëllim që ai ka të përvetësuar tek vetvetja ka lidhje me ju. Ky qëllim. Dhe ai është ulur dhe po pret, domethënë, kur do marrë një sinjal. Për një arsye, sepse nuk deporton dot tek ti, vetëm për egon e tij, i duket sikur ka bërë gabim dhe është i penduar nga gabimi që ai ka bërë dhe pret që të flisni ju përpara. Pret që të flisni ose një lloj mesazhi, por e shikoj që ai çdo rrjet që ti futesh, në çdo pjesë që ti poston ose i e prezantuar, ai të ndjek. Të ndjek dhe ndjen diçka super e mirë kur e ndjek dhe kur të shikon. Kjo gjë bën sikur firmos diçka tek shpirti dhe tek zemra e tij ndaj jush. Tash tek kjo letra, domethënë kam për personin, çfarë të mendon dhe si mendon drejt jush. Personi drejt ju dashuria, ai mendon që ju jeni shumë e mbyllur në vetvete, ose po keni një pjesë stresi, një pjesë vuajtje shpirtërore në këtë kohë, e mendon dashurinë që sikur të ka vrarë, sikur të mirë vrasjes në shpirt, po mendon sikur të ka vënë dhe disa fjalë ose disa argumente që ti nuk po i kupton dot këto lloj argumente, pse më erdhi kjo gjë. Dhe e mendon këtë gjë që ty të ka bërë të vuash dhe mendon që ju do mendoni për atë person jo mirë më, edhe po i thoni gjithë fjalët që të ka bërë që të vuash, që të ka bërë të djesh në këtë lloj kohe. Ke pothuajse një vit dhe një vit e gjysmë që ti e pret këtë person, e pret që të vi të jetë, domethënë, nuk është në distancë, ka qenë në udhëtim dhe tash është prezent, po botën e tij e ka të errët pa praninë tuaj. Është futur një botë të errët, nuk ndjen dashuri pas një person tjetër, pavarësisht se ka një familje, e shikoj që ka familje, po tek familja e tij është si i zbrazë dhe si i ftohtë. Domethënë është diçka që u ka kriju jeta. Unë e shikoj atë që me bashkëshorten nuk ka pas shumë dashuri, ndoshta mënyra e tij si janë bashkuar bashkë, po unë e shikoj atë të zbrazë dhe të ftohtë.
tek vetvetja, tek lidhja e ti. Të mendon që ti në këto kohë jemi dy ego fytyre, edhe të mendon në dy pozicione, dhe të mendon që ti po e pret. Dhe në këtë kohë ti merr 5 mesazhe të mrekullueshme nga ai person. Pavarësisht sepse ke shumë mendime në kokë, ke mendime të qarta dhe mendimet janë të hapura, ke imagjinata që ti mund të shikosh dhe ëndra ose mund të kesh telepati të shikosh personin se çfarë do jetë ai tek ti dhe kur është minuti dhe dita që ai mund të përcjellë mesazhe drejt teje. Je shumë e errët në shpirt, sado që je e zbukuruar, po je brenda vetes je shumë e errët. Do vishe shumë bukur. Shikoj që ke një petë fustani të bukur dhe ke një prezencë, domethënë që ti, kjo prezenca që është tek ti, e bën atë person të çmendet mbas teje. Tani do marr këto letrën, a ju ndjen për mua? Domethënë ti po bëj një pyetje që ai ndjen për ty. Okej. Tash. Ai ndjen për ju, po mendon që je shumë e fortë si femër, ndjesia shumë e madhe drejt ti dhe mendon që ke karakter shumë të fortë. Dhe gjithsesi mendon që ti ke një paralajmërim ndaj vetvetes, edhe gjithmonë ai mendon sikur të krahun tënd. Orët e vona, është si telepati, ose të vjen si hije nga prapa çdo mendim që ti ke. Bëj edhe një pyetje tjetër. Okej. Për në ekonomi. Tash, ti pjesët e ekonomia që ti mendon, gjërat janë të postura të ekonomia, janë të postuar, sado që ju mendoni, akumuloni disa para, ose disa plane, ose disa sugjerime, domethënë arrini, po nuk jeni në tashi do shikojmë 2 letra, qëndrimin në familjen e ti, si është situata tek ai dhe tek bashkëshortja e ti. Ju jeni interesuar ta dini këtë pjesë sepse mbas mesazhit që unë përcjell, ju mund të korrigjoni vetveten ose të bëni hapjen e duhur ai në familjen e ti. Sa përket bashkëshortes të ti, unë e shikoj atë person që me zor po qëndron në familje, e shikoj që ka pas zën ka pafund, e shikoj që planet tek ajo janë të zbrasta, dhe po i kërkon lutje dhe po kërkon ndihmë tek pjesa e hënës, tek universi. Sado që zbukurohet dhe mund ta shohë vetveten në shumë mënyra, mund të ketë anë të mira materiale, është si e pasur, ka disa gjëra të arta në dorë, po ajo kërkon shpresë dhe nuk ka lidhje që të jetë më e dashuruar me atë person, sepse personi, bashkëshorti i saj ose i dashuri juaj, e shikoj që është shpinë kthyer, ka marrë një rrugëtim tjetër dhe mendon të ketë një portë të artë me personin e duhur, ndoshta me ju, besoj sepse ju e keni bërë këtë pyetje dhe mendon që të hapi një portë të re, të bëjë një plan të ri në jetë, porsi sepse po i lënë domethënë gjërat të thyera me personin e familjes së tij, po i lënë gjërat të thyera dhe po mendon një plan të ri, të ngrejë domethënë 2 qëllime kryesore dhe 2 gota. 2 gota, lidhje dashurie është kjo, një lidhje diskutimi me ju dhe e shikoj që çdo rrugëtim tek ai ndriçon, domethënë pas ka diçka të mbrenga në shpirt që kërkon një orë më përpara dhe sa më shpejt që të hapet dritarja e jetës të ti bashkë me ju. Shikoj që ndriçon dhe hëna dhe si person ky është person që ka imagjinata pafund dhe ka një shpirt të lirë. E shikoj që ka pas një martesë jo të mirë. Mendimi ti për ju do të takoj, do jetë ndjesja sa më shpejt tek ju, ndjen mirë me ju. Wow. Sa më shpejt ai mendon të vi të takoj, imagjinon domethënë të jetë i afërt me të, imagjinon dashurinë sa më shpejt dhe imagjinon që të jetë në një vend të veçantë me ju. Nuk ka fjalë të përshkruaj minutën dhe sekondët që ai mendon të jetë me ju. Dhe por ju faktike në këto momente mendon që ti kushtohesh shumë vajzës tënde, angellit që ke përpara dhe mendon që po lufton si që të ketë pak financat mira për vajzën. Njëkohësisht imagjinon dashurinë drejt teje, imagjinon takimin, imagjinon puthje të zjarrta dhe po bën domethënë si pjesë manifestimi ndaj vetvetes
kur do qelloj, domethënë minuti dhe takimi sa më shpejt.